por edhe kontriboj në formësimin e vetdijes son kombëtare në periudha vendimtare historike. Recep Qosja u bë zëri më i spikatur akademik e intelektual shqiptar. Ai u bë zëdhënësi i popullit të ndaluar. Ai njihet gjerësisht si një nga zërat më të fortë në debatet publike shqiptare. Humbja e tij nuk është vetëm humbje e letërsisë dhe kulturës son. Ajo përmban një humbje të madhe kombëtare, një zbrasti që prek ndërgjegjen intelektuale të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Veprimtaria e tij, shumë dimensionale, si studius, shkrimtar, kritik, letrar dhe mendimtar publik, përfaqëson arritje të rëndësishme të kulturës shqiptare bashkëkohore. Ai ndërtoi një opus të gjerë dhe të qëndrueshëm, i cili jo vetëm pasuroi fondin ton shkencor e letrar, por edhe kontriboi në formësimin e vetdijes son kombëtare në periudha vendimtare historike. Tashikërimia e tij lë pas mbetet një udhërrëfys i çmuar, një pasuri e mendimit, e krijimtarisë dhe integritetit që do të vazhdojë të frymëzojë brezat civil. Vepra e tij do të vazhdojë të jetë si një referues i rëndësishëm i dijes dhe si një burim frymëzimi për studiuesit, krijuesit dhe të gjithë ata që besojnë në fuqinë e mendimit të lirë. Akademik Qosja mishroi në mënyrë të denjë figurën intelektuale të angazhuar, të përkushtuar ndaj së vërtetës dhe të palëkundur në mbrojtjen e vlerave themelore të shoqërisë. Ai mbeti gjithmonë konsekuent në mendimin e tij, duke dëshmuar integritet të lartë dhe guxim qytetar, edhe në rrethana kur fjala lirë kërkonte sakrificë. Vepra e Recep Qosjes është një nga arritjet më të rëndësishme të mendimit kritik dhe kulturës shqiptare në shekujt 20 dhe 21. Ai u dallua si kritik letrar, eseist dhe intelektual publik, duke kontribuar në mënyrë të thellë në analizën e identitetit kombëtar, historisë dhe zhvillimit të letërsisë shqipe. Ai mbrojti vazhdimisht rëndësinë e kulturës si bazë të vetdijes kombëtare dhe si instrument për emancipim shoqëror, duke ndikuar në formimin intelektual të brezave të tërë në hapësirën shqiptare. Recep Qosja ishte modeli i intelektualit publik. Puna e tij shkencore ishte pandar nga angazhimi për identitetin kombëtar, shtetësinë e Kosovës dhe bashkimin shqiptar. Studimet e tij për rilindësit, sidomos vepra Porosia e Madhe kushtuar poetit ton kombëtar Naim Frashëri, apo studimet për Azdrenin e të tjera, ndihmuan jashtëzakonisht shumë në formimin kombëtar të shqiptarëve nën ish-Jugosllavi. Kur nisi shpërbërja e Jugosllavisë dhe u shtua shtypja mbi shqiptarët, Recep Qosja u bë zëri më i spikatur akademik e intelektual shqiptar. Ai denoncoi në shtypin jugoslav dhe ndërkombëtar gënjeshtrat dhe propagandën e atyre intelektualëve serb që do të shkruanin e përkrahnin memorandumin famkeq të Akademisë Serbe nga viti 1986 dhe që përgatitën terrenin për gjenocidet që Serbia do t'i ndërmerrte në vitet e 90-ta. Ai u bë zëdhënësi i popullit të ndaluar, siç titullohej një prej veprave të tij të shumta, dhe kjo ishte një përmbledhje e polemikave të tij me intelektualet jugoslav të kohës. Akademik Recep Qosja ishte një erudit i rrallë, një personalitet i jashtëzakonshëm i kulturës mbar shqiptare, studiues i përkushtuar dhe shkrimtar i mirënjohur. Jeta dhe vepra e tij janë të lidhura pazgjithshmërisht me historinë e mendimit shkencor, letrar dhe politik të botës shqiptare. Për më shumë se gjysmë shekulli, ai ishte një zë i fuqishëm në jetën intelektuale dhe publike, duke u shndëruar në një nga figurat më përfaqësuese të vetdijes son kombëtare. Ai njihet gjerësisht si një nga zërat më të fortë në debatet publike shqiptare, duke trajtuar me guxim dhe përgjegjësi çështje themelore të identitetit kombëtar, historisë, kulturës dhe zhvillimeve politike në Kosovë e Shqipëri. Angazhimi i tij qytetar dhe atletar për demokracinë,
shtetin ligjor dhe marrëdhëniet ndërshqiptare u shpreh përmes një veprimtarie të gjerë studimore e publicistike. Si drejtuesi i Institutit Albanologjik të Prishtinës, profesor Recep Qosja kontriboi ndjeshëm në zhvillimin e albanologjisë dhe në artikulimin e ideve për liri, pavarësi dhe identitet kulturor. Akademik Recep Qosja, padyshim, me jetën dhe veprën e tij, zë vend të veçantë në historinë kombëtare, si njëra nga figurat qendrore të mendimit, krijimit dhe të reagimit intelektual, një figurë e shndruar në simbol të identitetit modern nacional. Biografia e akademik të Qosjes pasqyron ndjeshëm fatin individual e njëkohësisht fatkeqësinë shqiptare të prerjes, krizave e ndarjeve të trungut etnik, konstante të cilat domosdo do të formojnë dhe forcojnë bindjet e tij për unifikimin e kombit, duke nisur nga zhvillimi emancipues, gjuhësor, shpirtëror, letrar e politik. Duke vijuar punën kërkimore shkencore në Institutin Albanologjik, në vitin 71 mbrojti tezën e doktoraturës për jetën dhe krijimtarinë e Astrenit. Pas doktorimit, Qosja në vitin 72 u zgjodh bashkëpunëtor i lartë e pastaj këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës, njëkohësisht profesor inordinar dhe ordinar në Fakultetin Filologjik të Prishtinës.